Ministria e Financave ka publikuar për konsultim publik programin e thellimit të reformave ekonomike për 2 vitet e ardhshme. Me anë të agjendës së reformave, qeveria planifikon ndryrje në disa shtylla kryesore. Reformat për klimën e biznesit dhe rritjen ekonomike synojnë përmirësimin e marrëdhënies mes sektorit privat dhe institucioneve shtetërore, reduktimin e procedurave administrative dhe krijimin e një mjedisi më konkurrues për investimet. Programi parashikon ndryshime në administratën tatimore, rritje të transparencës në shërbimet kadastrale, forcim të drejtave të pronës dhe sisteme më efikase regjistrimi. Një fokus i veçantë kushtohet nxitjes së investimeve të huaja direkte përmes lehtësimit të procedurave dhe përmirësimit të mbrojtjes së investitorëve. Zhvillimi i kapitalit njerëzor synon rritjen e aftësive profesionale dhe përafrimin e arsimit me nevojat e tregut të punës, përmes një rishikimi të thellë të sistemit të arsimit dhe trajnimit profesional. Transformimi digjital parashikon përdorimin më të gjerë të teknologjisë në ekonomi dhe administratë publike, ndërsa tranzicioni energjetik synon përmirësimin e funksionimit të tregut të energjisë, garantimin e sigurisë energjetike dhe qëndrueshmërinë afatgjatë. Ndërkohë, reformat në sundimin e ligjit fokusohen në forcimin e institucioneve dhe rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë përmes automatizimit dhe transparencës së plotë në menaxhimin e çështjeve gjyqësore, duke shfrytëzuar plotësisht platformën e Albania.